me 1 milion në vjetë, që i ko 4 milion i ko projekte kapitale. 4 milion zotni vesh një kururë ka me kushtu. Kjo mbetet Po flasë e kururë moderne elektrike. Matushi, Krenari pastaj do ju pyes për parashikimet përfundimtare. Që Matushi do t'i ndëgjoni më shumë partitë të djathta pas ato për tregun e hapur e tjerë. Po shumë bre është me rëndësi politikani për Matushi është njëri jo kredibil mos tom rëndës. A ka qeveris mirë. Kush është rëndës? Si bas të je? Jo, edhe kush ka rajt? Jo, po tashim, vjosëm mi qelum leta. Po, shumë rëndësi. Cili o rëndës, edhe ku ka rajt? Thuje. Po, Zoti Zgjini u tregu shumë i suksesshëm në parafërsisht shumë i suksesshëm, se sigurisht ka të meta, shumë në raport me tjerë shumë i suksesshëm. Po, vlerësohet shumë mirë, përgjithsisht mirë në menaxhimin e komunës. Po kjo nuk është të saktë edhe për zotin Bedri Hamza. Pyetni njerëzit për komunën e Mitrovicit që sheu ka udhëheq. Pyetni. Cila ka qenë afera? A ka në afera? Ka asnjë aferë korruptive se ka pa. Asnjë aferë korruptive se ka pa. Ai mas pori me zonë. E pa vërtet, oke, no, qitash futkotizëm o kjo. Krenari është më afër Mitrovicës se është për ditë Mitrovicë. Tuve ma ofër kjo jeton në Prishtinë dhe... Punon Mitrovicë. Ma shpesh shkoj unë në Mitrovicë. Nuk shka ma shpesh. Nuk shka ma shpesh kjo për ditë atje. Për ditë atje. Binomin e ka përcyem. Po, tash tema që po ta me kalu. Tema që është parashikimi për zgjedhjet, parashikimi konkret. Ma jep me përqindje. Cili është parashikimi? Për besë, unë nuk po guxoj me folë se po vë shumë i pa parashikueshëm, edhe pse. Këto janë ato videot që t'i bajnë për që t'i ruajnë për pas zgjedhjeve me t'i përdor. Pi kërkoj falje juve, kameramanët të gjithë, po ka mungesë. Të këtyre momente ka mungesë të modestisë, po 2021-2025 ja kom qëllë